të marrin pjesë në lojën shpërblyese. Ka efekt këtë Definitive. Ndërsa detyra kryesore jona është të tregojmë që Ulqini është i gatshëm për këtë sezon, pa marrë parasysh probleme bile, hapjen zyrtare të sezonit do ta kemi me veç manifestimin e njohur në të gjithë Kosovën, sidomos në Prishtinë, Majfesti, i cili këtë vit do të mbahet prej datës 1 deri me datën 4 në plazhin e vogël në Allegro, dhe shpresoj që rinia, si të cekët ju, do ta shfrytëzoj këtë maj dhe këto pushime dhe të vit të mbushet me energji pozitive në Ulqin. Gjithashtu muaji i maj do të jetë, sepse ne kemi muaj të manifestimeve dhe të sportit, do të jeti përmbushur me plot manifestime, koncerte të ndryshme, por dhe me ekspozita të ndryshme dhe me manifestime sportive të ndryshme. Prandaj ju ftojmë që para se të filloj sezoni kryesor, të vitet dhe të përjetoni Ulqinin shumë të bukur dhe shumë të qetë. Për çka tjetër është përgadit do të thotë Ulqini? Cilat janë përgaditjet që janë bërë? Përveç të aktiviteteve, organizimeve apo ngjarjeve që dihet që do të mbahen, çka tjetër ka? Po ajo çka është, do të themi, çdo vit, dhe problemi kryesor që është ndoshta infrastruktura e qytetit, ku çdo vit ka përmirësime, janë duke u përfunduar asfaltimet e rrugëve kryesore, të cilat për shkak të investimeve, të cilat që disa vite po bëhen, kanë qenë një problem, jo vetëm i mysafirëve, por dhe i ne qytetarëve. Në anën tjetër, pa marrë parasysh problematika e cila na e shpallur me dhënien në shfrytëzim të plazhit të madh të Ulqinit, numri i madh i plazhave mund të themi veç është i përgatitur për fillimin e sezonit turistik, dhe shpresoj që dhe ato plazhe të cilat për momentin janë, mund të themi, kontestuese se kush do t'i merr në shfrytëzim, do të jenë të përgatitura deri në sezonin turistik. Në anën tjetër shpresoj që pa marrë parasysh situatën ekonomike, ngritjen e çmimeve, jam e sigurt që afaristët tanë, qofshin ato të sektorit të tjerë apo privat, do të dinë të jenë vigjilant dhe si çdo vit Ulqini të jetë konkurrent me çmime dhe ndër qytetet më të lira, por dhe më të mira për pushimet, si ato familjare, apo të rinis, apo të gjitha moshave. Dhe ajo që është më karakteristike, Ulqini jep mundësinë për të gjithë vizitorët, do thotë, mbarësisht nga mundësitë materiale të cilet ato i kanë. Do thotë mbarësisht nga kërkesat të cilet i kanë. Qofshin ato kërkesa me minimale në akomodimin privat, por dhe ato me kërkesa më të larta, me all inclusive në komplekset hoteliere në plazhin e madh. Këto janë të gjitha ato, ndërsa plazhi, uji dhe rana mbesin të njëjta. Njëjta dhe që ofrojnë shumë knatësi, po ashtu dhe mezi po i presim, po unë po knaqem veç duke i pa pame këto që i kemi në led. Për ndryshe e përmendet këtë pjesën e breakdatet, pra investimet e tjera që do të bën atje, pse ka ngjall ka shumë pak knatësi, pse thirrja për protesta çka ndodhe dhe është në të mirë të Ulqinit kjo apo jo, si e shohin edhe si mundemi me shpjegu nga ana turistika apo nga profesionistët këtë pjesë? Duhet të cekim që plazhi i madh është, mund të themi, një ndër atraksionet më të mëdha, jo vetëm për Ulqinin, për Malin e Zi, por për gjithë Ballkanin dhe me gjërë për të gjithë Mediteranin. Për fat keq apo të mirë, deri me tani ne kemi arritur në një farë mënyrë ta mbrojmë, mos ta zhvillojmë komplet 12 kilometër të plazhit, dhe gjithmonë duke pritur që do të gjejmë mënyrën më të mirë të valorizimit të plazhit të madh. Dhe në këtë pritje ndoshta diku dhe ne jemi humbur dhe nuk kemi përgatitur si duhet, dhe para një muaji kanë filluar shqetësimet më të mëdha për të gjithë banorët e Ulqinit, sepse lajmërohet një ndërmarrje ndërtimi nga shtetet arabe, dhe ne nuk kemi asgjë kundër, sepse investimet duhet të bëhen, dhe vjen me një ide të parën të marrjes me qira të plazhave të Ulqinit, të 9 plazhave, dhe pastaj, pas kësaj, dalin ato, mund të themi, mshefësit, që këto do t'jenë investitorët potencial në plazhin e madh. Por jo, në 1 apo 2
nukleuse të plazhit të madh, por në të gjithë plazhin e madh. Dhe flitet me atë që të jepet në shfrytëzim për 90 vite dhe me një ide të krijimit të një Dubai të vogël, dhe ne normal që do të jemi kundër e para që të jepet komplet plazhi i madh në 90 vite shfrytëzim dikujt, sepse nuk dëshirojmë të jemi të huaj në qytetin tonë, por dhe të gjithë mysafirët të kenë ku të lahen dhe të vinë, sepse është oferta, mund të themi kryesore, oferta e plazheve e Ulqinit. Dhe në anën tjetër, nuk na duhet një Dubai tjetër, sepse kemi ato kush dëshiron do të shkoj atje, ne do të mundohemi që valorizimi të jetë autokton dhe ajo që t'ju mbet gjeneratave të ardhme, që dhe ato të bëjnë valorizimin e mëtutjeshëm. Dhe për këto shqetësime ka ndodhur disa proteste, por dhe pushteti lokal ka prur disa vendime që nuk do të lejoj në këtë mënyrë valorizimin e plazhit të madh. Dhe tani, sepse sot mysafiri janë dashur të jenë kryetari komunës dhe drejtori i organizatës, por për shkak të ndodhive të cilat ndryshojnë nga momenti në moment, janë dashur që të kthehen në Malë të Zi dhe sot i kanë disa takime tjera, pasi që investitori potencial ndodhet në Malë të Zi këtë ditë. Edhe uroj që si do të qoftë, nëse bën investimet të tilla, të bën në të mirë të Ulqinit dhe të Malit të Zi në përgjithësi, sepse në momentin kur ka investime të tilla, mundën me sjell edhe turistë të tjerë dhe një numër më të madh të turistëve, po pavarësisht pa ndjesë kur jemi të huaj, ju mirë thatë që të merret pra i gjithë plazhi. Definitive, kjo është edhe qëllimi jonë. E ceka në fillim, absolut nuk jemi kundër investimeve, mirë po jo që një personi t'i jepet e gjithë hapësira. Dhe ajo çka është më e keqa, pa tendere publike, por me një marrëveshje të cilën e kanë bërë në mes të shtetit të Malit të Zi dhe shteteve arabe, e cila në një farë mënyrë është në kundërshtim me kushtetutën e vetë Malit të Zi dhe në anën tjetër në kundërshtim me një pjesë të madhe të ligjeve të cilat gjenden në fuqi për këtë moment në Malë të Zi. Por